الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona I takojnë Allahut Dhul Gjelal. Vetëm atë subhanahu wa ta'ala e falenderojmë dhe vetëm prej Tij Gjelle Shanuhu ndihmë rahmet dhe bereqet kërkojmë. Ndërsa salavatet tona, përshëndetjet tona më të bukura qofshin për zotriun ton pejgamberin alayhi salatu wassalam, pastaj për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij më besnik dhe për gjithë ata musliman të cilët e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafas deri në ditën e Kiamet. Amin. Të nderuar vëllezër xhamati, po xhamarët apo komplet feja jonë derset I ka ose me urdhëru në punë të mira, ose për me u largu me I sharu punë të këqija për me u largu nga to. E sifatet e liga për cilat dini Allahu Dhul Gjelal na këshillon për to për me I mësu dhe me u largu për tyne janë të dy llojshme. E para është që ka për sifateve të liga që dami I tyne kthehet vetëm në vepruesin e atij sifati. Për shembull një gjunahçar e bën një gjunah, mirë po ai dëm që ndron vetëm për imamin e tij apo për shtetin e tij apo për të ardhmen e tij. Kurse ka disa prej gjunaheve, të cilat gjunahi jo vetëm që është dëm për kryesin e atij gjunahi, mirë po gjunahu I tij na shkakton sherr të madh. Siç është për shembull gibeti, për me marrë në përgoje dikonin tjetër, apo në mimja, me I bartë fjalë të tjetër, apo me një fjalë me I përqatë të tjetër të kështu me radhë. Me izin e Allahu Dhul Gjelal, sot do të mundohemi shkurtimisht disa fjalë me I folë për nëmimen, për bartjen e fjalëve. Edhe ka do të thonën, duke pas synimin që çdo njeri prej neve, jo që nuk e din që nuk është mirë me bart fjalë, mirë po me I rifresku këto gjona, me pa kërcënimin nga ana e Allahut Dhul Gjelal, me I pa hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe me I pa veprat e fejës tonë se çka ato kanosin, çfarë rreziku paraqesin për atë I cili nuk ka kujdes në nëmime apo në bartjen e fjalëve. Prandaj edhe themi se një prej sifateve, një prej vlersave më të këqija në jetën e besimtarit të cilat duhet me ju ikun muslimani, gjithsesi e mos me I dëmtuar të tjerët, është bartja e fjalëve apo e nëmime që quhet në gjuhën arabe. Allahu Dhul Gjelal për këtë sifat të ligë ka urdhëruar në një prej ajeteve kuranore dhe ka thënë: A'udhu billah bismillah. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Që do të thotë, o ju besimtar, o ju të cilët keni pru iman në shpirtrat tuaj, nëse ju vjen një gjunahçar me një lajm të keq që I bart fjalë njerëzve të tjerë, edhe po don që ai juve me ju inatos me tjerë, me ju shtin në probleme të tjerët, bëni ju të mëshëm, mas pari vërtetone këtë lajm sa është I vërtet ajo, e mos u bani për atyre që me ra në hendekun e këtij njeri, e pastaj të bëni për atyre që përndohni mirë po dikur ndoshta edhe bëhet vërtet. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë pikë urdhëron të thotë: nuk do të hyjë në xhennet ai I cili I bart fjalë të huaja,
ai I cili ban gibet, ai I cili I merr pa hak pa të drejtë njerëzit në përgoj. Në një rast tjetër Muhamedi alayhi salatu wassalam ju kishte thënë shokëve të tina: a doni t'ju tregoj se kush janë njerëzit më të prishur në jetën e tyre? I thanë: bela ja Rasulullah, po gjithsesi kemi dëshirë me e ditë në mënyrë që të ruhemi edhe ne. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: janë ata të cilët I bartin fjalët e huaja, e para. E dyta janë ata njerëz të cilët I ndajnë dy njerëz të cilët duhen për hir të Zotit. Janë ata të cilët shpifin kundër njerëzve të pafajshëm, prandaj ruhuni prej këtyre sifateve. Të nderuar vllazë xhamatli, bartja e fjalëve të huaja dhe përhapja e tyre në mesin e njerëzve me qëllim të futjes së rregullimit, përçarjes, nxitjes dhe urrëties është njëra prej vetive më të këqija të cilat njeriu mund t'i posedojë në jetën e tij, e bile nga një herë edhe të mos e hetojë vetveten e tij. Prandaj ai që e bën këtë është sikurse miza e cila e bart virusin më të poshtë, virusin më shkatrues në mesin e njerëzve dhe I helman ata. Ai njeri që veshet me këtë cilësi e arrin me I bart fjalë të huaja, ai njeri duhet prej atij njerit me urrujtën. Po se si duhet të ruhemi nga ai njeri? Duhet me urrujtën me 5 gjëra. E para është të mos I besohet asnjëherë njeriu I cili I bart fjalët e huaja, njeriu I cili kqyr me fut përçarjen mes njerëzve. E dyta është të ndërohet për me u ndalën me u këshillue ai I cili I bart fjalë, me e marrën 4 sy, me I folë me e këshillue, sepse ai po e shkatron veten me Allahun dhe po I shkatron të tjerët. E treta kanë thënë dietarët është të përbuzet ky njeri I cili nuk ndalohet nga gibeti dhe nëmimja për hir të Allahut dhul xhelal, sepse edhe Allahu në ajetet kuranore sifatet e tilla I ka përbuzur. E katërta është të mos dyshohet vëllau për të cilin flitet në mungesën e tina, nga se kjo është prej gjunave më të mëdha. Allahu dhul xhelal urdhëron të thotë: ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. O ju njerëz, largohuni prej paragjykimeve pa argumente, sepse paragjykimet pa argumente janë gjunah në të vetë. Dhe e pesta të nderuar vllazër është nëse dikush ta sjell një lajm të këtill, nuk duhet të interesohesh ti pastaj që ta hulumtosh vërtetësinë e lajmit të tillë. Lej gjanat ashtu, mos u merr me gibexhin dhe mos u merr me gibetin e tina, sepse ti vjen në kurthin e tina. Allahu dhul xhelal urdhëron të thotë: dhe mos hulumtoni për zbulimin e tmetave të njëri tjetrit, për arsye se kjo është kompetencë e Allahut dhul xhelal. Dhe në fund, Hasan al-Basriu, një prej dietarëve të famshëm të botës islame, ka urdhëruar dhe ka thënë: kush ta sjell ty një fjalë të keqe për një njeri tjetër, ta dish se edhe fjalët tua kome I sjellun dhe kome I shtramun tek njerëzit e tjerë. Prandaj ruanu dhe largohuni prej të tillë. Elusim Allahun dhul xhelal që të na largojë nga gibetit dhe nëmimja. Elusim Allahun dhul xhelal që të na bën prej atyre që dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut dhul xhelal. Ja dhom krahun njëri tjetrit për hajër dhe ndalojmë me këshill e të mirë njëri tjetrin nga sherri. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina